Veo nga xheneti. Mësuesi, njërit nga nxënësve të vet, i tha: "Nuk do ta jap notën e plot përderisa nuk më sjell dhe nga xheneti." Nxënësi i tha: "Mësues, nëse të sjell, a do ta marr notën e plot?" "Po," ja ktheu ai. Nxënësi u kthye në shtëpi dhe në ditën tjetër, mësuesit ja dërgoi një enë me dhe. Mësuesi e pyeti: "Prej ku e solle dhe si e solle?" "I thash nënës ime të ecë mbi dhe, e pastaj e tubova dhe ta solla." "Pra, ashtu si na mësove se xheneti është nën këmbët e nënës, unë atë e veprova," tha nxënësi. Mësuesi filloi të qajë dhe ja dha notën e plot. Llogaria është e paguar paraprakisht. E bia 10 vjeçare me sy që shkëlqenin nga gjallëria dhe mençuria, hyri në dhomën e nënës së saj dhe zgjati dorën mbi tavolinë, e la mbi të një letër të shkruar nga vetë ajo. Nëna shkoi ta lexoi se çfarë shkroi e bia me shkrimin e saj të bukur. E mori letrën dhe në të e pa se shkruante: "Fatura e llogarisë. Pastrimi i dhomës sime kushton 1 euro. Pastrimi i enëve të shtëpisë kushton 2 euro. Përkujdesja ime për vëllain e vogël kur nëna mungon kushton 3 euro dhe shpërblimi im për suksesin tim në shkollë kushton 5 euro." Nëna, duke shikuar vajzën e saj në sy, në ato momente i vinin nëpërmend situata të ndryshme nga e kaluara, kështu që e mori po të njëjtin letër dhe shkroi në të: "Bartja në bark 9 muaj, pa të holla. Dhembjet e rënda dhe të egra të shtatzanis, pa të holla. Një natë e kalova për t'u përkujdesur për ty e se mur, pa të holla. Përkujdesja, pastrimi, rrobat, lojrat dhe fshirja e lotëve tu, të gjitha pa të holla." I dha letrën të bijës, e kur ajo e lexoi, u shtri në gjoksin e saj të turpëruar dhe në të njëjtën letër, poshtë gjërave të saj që i llogariti, shkroi: "Llogaria është e paguar paraprakisht." Nëse nuk të pëlqen ajo që e arrin, shiko se ti çfarë ke dhënë. Atëherë kur ti e ndryshon pikpamjen tënde për gjërat rreth teje, do të gjesh se çdo gjë për rreth teje ka ndryshuar. Shokët janë diamant i rrallë. Prindi një ditë ja jep fëmijës së tij, i cili shumë rënd pajtohej dhe ishte tip nervoz, një qese të mbushur me gozhda dhe i thot: "Çdo herë që i humb nervat apo ke mos pajtim me ndonjë njeri, merre një gozhdë dhe vendose në dërrasën e kopshtit." Në ditën e parë, djaloshi vendosi 37 gozhda në dërrasën e kopshtit. Në javën tjetër filloi të kuptoj se duhet të përmirësohet dhe ta përmbaj veten, kështu që numri i gozhdave që i gozhdoi në dërras ishte më i vogël se në fillim, dhe ato zvogloheshin për çdo ditë. Djaloshi e kuptoi me lehtësi se më mirë është të mësohesh ta përmbash veten nga zemrimi, sesa të gozhdosh gozhda në dërras për çdo ditë. Në fund, erdhi edhe dita ku në të nuk e gozhdoi asnjë gozhdë. Kur shkoi ta lajmëroi prindin se më nuk ka nevojë që të gozhdon gozhda, prindi i tha: "Tash fillo ta largosh nga dërrasa çdo gozhdë që e ke gozhduar për çdo ditë, edhe atë pa mos i humbur fare nervat e tua." Kaluan disa ditë dhe djaloshi erdhi ta lajmëroi prindin se e kriju amanetin. Atëherë prindi u ngrit dhe e mori të birin, shkuan deri te dërrasa dhe i tha: "Birim, e pas ke bërë mirë po, shikoj këto vrima që mbetën në dras. Ato nuk kthehen më asnjëherë si ishin më parë. Birim, dije se kur ndodh mes teje dhe të tjerëve ndonjë mos pajtim dhe dalin nga ti fjalë të liga, ti në brendsinë e tyre lë plag si ato vrima që ishe në dras. Ti e ke mundësin të therrësh një njeri e pastaj ta nxjerrësh thikën nga fyti i tij, mirë po ti vetëm se i ke lënë gjurmë dhe plag të thella. Për këtë arsye, kur e dëmton dikë, nuk është me rëndësi se sa herë i kërkon falje, sepse ajo plagë nuk e largon, ajo vazhdon të mbetet prezent. Plaga e gjuhës është më e rëndë se sa ajo e trupit. Shokët janë diamant i rrallë. Ata të gëzojnë dhe të përkrahin. Ata janë gati të të dëgjojnë në çdo kohë kur ke nevojë. Ata janë me ty dhe me zemra të hapura për ty. Për këtë arsye, tregoja atyre se sa i do ata. Gjëja më e mirë në shoqëri është njohja se kujt mundesh t'ia tregosh fshëtsinë tënde në mënyrë që të këshillojë.